Se më vjen dhe pyetje nga publiku se po na ndjekin. Po Rina si thot, do t'i bashkohet Tiranës apo do qëndrojnë në Fushkruj? Është padyshim një çështje që duhet të duke vlerësuar nga ana komisionit. Je shumë i ngurtë Mazniku. Po çështja e rajoneve, keni propozuar 4 rajone si konkretisht për shembull? Cili është plani? Ne në fakt kemi propozuar që duke qenë se jemi të lidhur me elementin e datës së zgjedhjeve në vitin 2027, të cilin po të punojmë mbrapsht në kohë, në nëntor të këtij viti presidenti duhet të shpallë zgjedhjet, që do thotë që ne duhet që në tetor të miratojmë shafati i fundit i mundshëm për të miratuar në parlament këtë reformë, në mënyrë që të kemi kohë që presidenti shpalli zgjedhjet me hartën e re. Ndërkohë që për 3 elemente tjerë, elementin e funksioneve dhe kompetencave të bashkive, elementin e financave të bashkive, mënyrën se si bashkitë financohen, qoftë kjo nga granti, qoftë kjo nga tarët e tyre, dhe elementet e rajonalizimit, ne për këto 3 çështje besojmë që dhe ky është propozimi që do i bëjmë seancës, është që duhet vijoj puna edhe për një vit tjetër deri në korrikun e vitit 2027, pasi nuk kemi limite fizike kohore për ta mbaruar atë punë dhe mund të marrim gjithë kohën e nevojshme për diskutuar me të gjithë aktorët e mundshëm, me bashkitë, me ministritë, me shoqërinë civile, me akademinë, në mënyrë që funksionet, elementin e financimit, grantit, ekualizimit dhe elementin e rajonalizimit mund ta bëjmë deri në korrikun e vitit tjetër. Mazniku, dhe një pyetje tjetër. Për shembull, në rast se do të bëhet ky bashkimi i disa bashkive të vogla në një bashki të madhe, po këto aktualet që mund të shkrihen, se për shembull, po e marr si shembull, një fshat që është në kufi me një fshat Poliçanit i cili është më afër Beratit se sa Skraparit, në rast se mendohet kjo. Tani ky do shkojë tani 4 orë apo 3 orë shkojnë në Skrapar apo do ta marrin shërbimin, le të themi në bashkinë aktuale e cila në rast nuk bashkohet. Çfarë funksioni do të kenë këto? Si ish komunat apo çfarë? Si do të funksionojë? Ky është eksaktësisht analiza që jemi duke bërë, që të sigurohemi që njerëzit mos kenë nevojë të shkojnë shumë larg për të marrë shërbimet e tyre, dhe të kenë mundësi të marrin ato në pikën më të afërt të mundshme ku është e mundur ta marrin shërbimin. Se nga ana tjetër ta lejmë një fshat i cili sot teorikisht ka një njësi pak më afër, por ajo njësi nuk ja ofron shërbimin fare, i duket sikur ja kemi lënë pushtetin afër, por në fakt ai s'e merr shërbimin. Ndaj dhe krijimi i një mekanizmi i cili është ekuilibruar, që gjejmë një ekuilibër të shëndetshëm midis mundësisë që t'i ofrohet në mënyrë të drejtë për drejtë shërbimi dhe t'i ofrohet ky shërbim, por dhe t'i ofrohet në pikën më të afërt të mundshme ku shërbimi mund t'i ofrohet, është në fakt kushtrimi që jemi duke bërë, për cilin do kemi një konkluzion. Dhe po ju keni drejtë që kemi zona si në disa fshate Poliçanit që kanë më afër Beratin se sa ndonjëherë dhe vetë Poliçanin apo Skraparin, e cila duhet analizuar eksaktësisht kjo duhet të jetë analiza që jemi duke bërë, distanca nga secila zonë në qendrën ku mund marret shërbimi, por gjithashtu një pjesë tjetër e rëndësishme që duhet diskutuar është edhe roli i njësive administrative, dhe do të marrim kohën që të sigurohemi që njësive administrative, pra pjesët përbërëse të bashkisë, të kenë një rol më të fortë dhe më të qëndësishëm për t'i ofruar shërbimin qytetarëve. Tirana si do të funksionojë? Do të kemi një model të ri, kjo është pyetja e fundit. E Tiranës